Bukë shtëpie, po përgatitim bukë shtëpie, jo unë, se unë kam një çik të vështirë që të rritë të përgatit bukë në shtëpi, nuk në më del koha. Ca herë, kur kam kohë, kam përgatitur edhe unë, po tani me që punojë, nuk kam kohë. Edhe po tregoj bukën si e përgatiti aty Katerina, shoqja jonë, edhe si të shikoni buka një herë duhet që të vijë, të çohet, të fryhet kështu brumi i gjithi. Pastaj duhet ta punojmë tek kuzhina i hodh miell që të mona ngjitet në duar, edhe do ta vendosim në këto format e bukës, të cilat i kemi mbuluar me letër kuzhine, që të mos i bëjmë me gjalpe dhe me vaje, kështu që të ketë shumë i ndyrë, ndaj edhe vëm letër kuzhine, dhe të mona ngjitet buka. Pastaj do ta presim nga lartë, që të mundet të kulloj, themi neve, edhe do ta lëmë prap në furrën një gjysmë ore, të fryhet prap ky brumi i gjithi, edhe pastaj do ta vendosim që të piqet o njerëz të bënet kështu yami, të cilën mund ta hamë me djathë, me reçel, me gjalpë, me çfarë të doni. Bukë ngrohtë.